Mirë se erdhët në Reze Dielli. Do të flasim tani për një film i cili duket se do të zgjasi për shumë kohë, duke qenë se ka filluar si serial, po transmetohet në kinemat e vendit ton, ka korrur sukses, është një film i ri me aktor të rinj dhe jo të rinj, profesionist, në regjinë e Eni Gurës. Quhet Bet Drop dhe ngjarjet zhvillohen në qytetin e Durrësit. Do të kemi mundësi të ndjekim trailerin e filmit për të na treguar diçka rreth realizimit të tij. Filmi ka marrë dhe një çmim ditët e fundit. Ngjarjet zhvillohen në Durrës, ku prej vitesh sundojnë dy banda të mëdha kriminale të lidhura nga interesat e errta, tradhti të heshtura dhe një ekuilibër i brisht force. Qetësia e re me prishet kur një vajzë e shkëputur prej kohësh nga bota e krimit rikthehet për të marrë hak për një padrejtësi të rëndë të së shkuarës. Ajo me inteligjencë, guxim dhe manipulim të ftohtë arrin të fusë në kurth dy antar kyç të bandave rivale, duke bërë objekt kërkimi jo vetëm nga kundërshtarët, por edhe nga aleatët e tyre. Për më shumë do të flasim me dy prej aktorëve në filmin Bet Drop me Mari Glen Çika aktor dhe Viola Nova po aktore. Mirë se erdhët. Tija që fut në sherë edhe ke sjellë gjithë atë gurgullimën e madhe mes dy bandave, Viola, apo jo? Unë jam. Tani, përpara se të vazhdojmë të flasim secili për rolin e vet dhe si u bët pjesë, kjo është më e bukura në fakt. Kur ju më treguat se si u bët, ju nuk jeni aktor profesionist në profesion, apo jo? Jo. Por mënyra se si ju jeni thirrur për të luajtur në këtë film është shumë interesante, kështu që ma tregoni fillimisht si u bët pjesë e filmit. Tani, bashkë me Violën ne jemi kolegë dhe në punë. Ne realizojmë video të shkurtra marketingu dhe reklamash, konkretisht për real estate-et, për pronat, dhe mundohemi të bëjmë sa më fani, të ketë sa më elemente aktrimi brenda, dhe kjo gjë spikati, me sa duket dhe të regjizori, i cili, duke pasur edhe një lloj misie paraprakisht, na ofroi dhe opsionin që të jemi pjesë e filmit. Do kështu nisi, fillimisht më ftoi mua, pastaj ftoi dhe Violën, bëhemi bashkë se ju jeni të çift i lezetshëm, ju duan film. Kam një rol fiks për ju dhe çdo që doli fiks për ne. Roli të pëlqeu? E morë me frikë fillimisht? Jo, as pak. Unë e shijova. Rolin e zgjodhe ti, ta sugjeroi regjizori apo? Ishte sugjerimi atij, por që shkote fiks me ato çfarë ne realizojmë edhe pothuajse në përditshmëri. E kuptova. Tash do të thosh fiks me rolin në film, se në film është pak i komplikuar, Mari Glen. Jo, flas gjithmonë, domethënë ato që realizojmë me Violën në përditshmëri, na jepë mundësia që të kishim prap kimi, siç kemi në vitet e përditshme edhe te filmi. Viola, ti je ajo që i përplas bandat. Domethënë vjen një moment që ti e përdor hakmarrjen nga një histori e vjetër, rivaliteti. Dhe pastaj, çfarë nuk ndodh aty? Ti si e prite, më trego pak historinë tënde, si e prite përfshirjen tënde si aktore në një film? Nuk e kishe provuar ndonjëherë më përpara, apo jo? Jo, nuk e kisha provuar, thjesht kishim bërë ato video siç e ceku edhe Mari Gleni, dhe ne bënim gjithmonë atë fani video. Kupton? Absolutisht bënim edhe video të tjera të cilat ishin serioze, sepse na duan edhe për shkak të punës, normalisht. Dhe pastaj kur ma ofroi regjizori nëpërmjet Mari Glenit, unë thash që nuk e bëj dot, sepse unë nuk jam aktore, thash. Tha, po jo provoje sepse unë të kam parë që ti e bën. Po mirë, thash, okej, do e bëj. Dhe u futa dhe me të vërtet kam bërë zgjedhjen e dur, sepse është me vërtet të hapet një derë tjetër në atë që je mësuar të bësh. Është vetëm fillimi për ty. Por faktin që do të bëje një rol të një vajze që është aq guximtare, hakmeret, përfshihet në këtë botën e krimit, ka atë ashpërsinë, me ëmbëlsinë tënde si arrite domethënë të Kjo është, e kisha shumë vështirë të dilja nga ajo që, sepse unë jam gjithmonë ajo, roli i ëmbël, i qeshur shumë, i dashur, dhe aty duhej patjetër të isha shumë e egër, edhe në fillim e kisha shumë të vështirë, te dublet e para e kisha shumë të vështirë edhe u mundova shumë ta bëj, kisha problematika sa të duash, por me ndihmën e regjizorit, të aktorëve. E bënte atë rolin e kriminales, e bënte me ëmbëlsi. Me ëmbëlsi, prandaj rën dashuriti në film po flas me Violën. Film. Jo i thonë regjizori, "Ore shiko, jo ka qenë më jemi duke bërë flasim për një botë ashpër. Mos e ngatrot." Dhe kjo ishte, domethënë, edhe me të vërtet nuk e di, unë mendoj që u realizua, por që normalisht do ja lëm edhe publiku. Dua të di tani ato backstage-et.
Momentet kur ktheheshe, cili moment ka qenë për ty më i vështiri për të realizuar, ndoshta ndonjë sken, ndonjë komunikim, bisedë, dialog, që të vinte ty në ato pikpyetjet e mëdha? Jo, dialogje, vetëm këtë kisha problem, që duhet kaloja nga tipi im, duke qenë që unë nuk isha aktore, duhet të futesha në rol, të bëja diçka që nuk e kisha bërë më parë, një lloj roli, vetëm kjo ishte e gjitha. Pjesa tjetër pastaj ka qenë shumë e lehtë, sepse kisha edhe shumë ndihmës. Pjesë e castit, siç po shohim dhe tek fotot në premierën e parë që u zhvillua, janë dhe dy aktorët e mëdhenj, Bojara Sjeriu dhe Armera. Si ka qenë bashkëpunimi i ta, si është për ju tani të jesh në këtë cast me dy emra të mëdhenj të kinematografisë? Atëherë, si fillim mirë është nder dhe krenari për mu që pata mundësin, madje edhe skenari që mra ishte me fat, që pata rol me të dy personazhet, edhe me Behar Meran, edhe me Bojara Sjeriun. Janë legjenda që ne jemi rritur me figurën atyre në për filma, në për kinematografinë shqiptare, dhe normalisht kisha emocione, edhe pse për shembull Beharin e kam pas njohur edhe më përpara personalisht, kisha emocione shumë, por që ato ti eliminoni komplet emocionet për të vetëm në arsye se jam profesionist. Ti jepni goxha dorë gjatë xhirimeve, ti jepni goxha dorë gjatë tekstit që do ta mbaje mend, ta lexoje, ta përsërisje gjatë aktrimit dhe kam spikatur të dy. Të dy kam marrë komplimente pozitive që është goxha vlerë e lartë. Unë e kam shijuar shumë. Ju ka pëlqyer si profesioni dytë tani? Unë e kam shijuar të përfshirë në filma me skenare të tilla. Nuk e di për Violën, po unë e kam shijuar shumë. Ti e ke shijuar dhe më duket se po ke dëshirë që të vazhdosh me serialin. Filmi vazhdon me serialin me pjesë të tjera, apo jo? Filmi vazhdon me seri, do jetë seria 2 tek kështu me radhë. Po shfaqet në kinemat e vendit? Aktualisht po shfaqet tani nëpër Shqipëri? Aktualisht po shfaqet në Kinema Millennium. Do vazhdoj, besoj deri në fund të vitit, edhe me kinemat në përrethe, ose në për pallatet e koncerteve që ka në përrethe. Interesante, tani fillon një karrierë re dhe për ju, se do të keni këto ture të njerëzit, fotot, eksperienca, komunikimet aty, pra është një eksperiencë shumë e bukur për të dy. Bëj një përsëritje të shkurtër, domethënë dhe jemi në Vlorë, në Kavaj, në Berat, në Durrës, që do transmetohet, domethënë mund të shihni ato te faqja e filmit ose faqja ime. Të shihni data domethënë, sepse nuk më kujtohen përrecize domethënë datat që janë, po është një tur goxha i gjerë, do jetë në Kosovë dhe më tutje mbas vitit të ri do jepet edhe për diasporën. E kuptova. Unë e thash pak a shumë, ja këtu sa bukur që keni dalë more të dy. Pa kupton ça figure domethënë, ça nderi është për mua. Si mund të refuzoje ti një rol të ishe në një film me dy emra të tillë dhe me kastën tjetër të aktorëve, të cilët sigurisht i kanë dhënë edhe këtu jeni shumë bukur, i kanë dhënë shumë bukuri edhe skena dinamike e filmit, pa dyshim. Më tregoni pak për përmbajtjen, sepse unë e thash në vija të përgjithshme për çfarë bëhet fjalë dhe diçka mund të zbulojmë nga rolet tuaja. Atëherë, ky filmi nuk është film, është serial dhe ka dalur vetëm seria e parë. Mund të cek diçka që ka marrë dhe reagimet, është i ngatruar. Dhe kjo është vetëm për faktin se është seria e parë dhe normalisht aty ka shumë dinamika. Bëhen shumë takime, bëhen shumë ngatresa, janë shumë fjalë, jo këtu, jo aty, biseda, intriga dhe me të vërtet bëhet një lëmsh i madh aty që normalisht dështjellohet tek seritë e radhës. Dhe thjesht është ajo e fillimit. Pra janë dy banda të cilat janë futet një vajzë misterioze ndërmjet këtyre dy bandave dhe kërkon hakmarrjen. Dhe kjo është Liza që hakmerret me të gjithë dhe i merr të gjitha po ajo. Më pas, roli yt Mariglen? Atëherë më pas, Lisa, Niku. Atëherë Lisa më rekruton mua, duke vrarë disa prej shokëve të mi të ngushtë që bëjmë këto transportet, shkëmbimet, dhe më detyron që unë të bëj një lojë të pisën me të dy shefat që unë i kam miq, i kam krau i tyre i djathtë me i besuari, dhe unë bëj një lojë të pisën duke i futur mendime dhe zëra njërit, zëra tjetrit, që të mendojnë sikur i dashur i Lisës është ai që e ka futur. Kur në fakt kjo është ajo që e bëri gjithë rëmujën. Pra, kur në këtë botë të madhe të hakmarrjes është një vajzë. Është një vajzë. Dhe detyrohet pastaj çfarë ndodh? Banda 1, banda 2, policia dhe një person i tretë që është Margenti, i cili ka rolin e atij që ka sjell parat, janë 4-5 grupe që kërkojnë dy çuna, që kjo i futi në fshat. Plas dinamika, plas lufta. Gjithmonë, Liza e ka hakmarrjen dobësi apo e ka forcë?
Atëherë, Liza i ka të dyja, ka edhe dobësinë dhe forcën. Dobësia është për shkakun e vetëm që është nga një dashuri, lëndim dashurie nga e kaluara, dhe normalisht ajo nuk e ka harruar, dhe kjo është dobësia e saj. Ndërsa forca është pastaj zgjuarësia e saj, që e bën të gjithë të lëmsh dhe arrin të fusi meshkujt në sherr. Dhe meshkujt të zgjuar. Kjo është gjë normale. Po, për Lizën po. Në realitet. Po dhe në realitet, po, është prekur shumë realiteti, sepse edhe në Shqipëri, për shembull, ka shumë banda që qarkullojnë. Nuk është se jemi keq. Sepse do thonë për shembull njerëzit pse bëni filme banda. Shumë e thjeshtë, ekzistojnë. Ti ndosh mes dy deteve, të themi ndryshe. Po, 3. Mes 3, se kede implikohesh dhe me Lizën, sepse ti e dashuron atë në film, apo jo? Po, mundohem në disa date, në disa takime shumë romantike, t'i afrohem dhe i them fjalë shumë të ëmbla në mënyrë që kjo të më japi një lloj mundësie, ndërkohë kjo më atë i gërsinë vet, thot kujdes, thot se po dashurohesh me persone gabuar, ose a kupton, varet sa i fortë je ti që të ecësh përpara. Po do shohim se si do rrjedhin gjërat në vazhdim. Sepse sa seriale do të ketë, sa pjesë të tjera? Do ketë shumë serie. Do më varet se sa minuta do jetë, do me thonë një seri në vazhdim, sepse kjo e para ishte 1 orë gjys, mund të quhet një film i plot, jo serial, por vazhdim do jetë disa seri dhe varet se sa do jetë minutazhi. Si është pritur nga publiku deri tani? Cilin rol tuajin ka gjykuar apo paragjykuar më shumë publiku? Unë ende nuk e kam, sepse nuk kam pritur fare reagime, kam marrë vetëm reagimet e shoqërisë dhe ato rrallë herë i pyes, por që janë goxha të pëlqyeshme nga vërtet se ka këto skena edhe si realitetin e grupeve kriminaleve të bandave në vendin tonë, por çfarë tregon pikërisht ky film, mesazhi ose gjithë skenat që realizohen për realitetin e dhunës urbane në vendin tonë sot? Sepse kjo është marrë nga një realitet i caktuar, i cili ekziston mes nesh. Ndoshta ekziston dhe personazhi i Lizës real. Ekziston, po. Ekziston, normal. Kapot e 2 bandave kush i luan? Besoj Bujara Sqeriu një Bujari dhe Bear Mera janë 2 kapot. Ndërkohë Arditi dhe Eni, që është regjizorin këtë rast, kanë luajtur rolin e 2 transportuesve të besueshëm, e kanë pasur çdo gjë qetësi, chill, komplet, kur bëhej shkëmbimi, sigur po shkëmbeshin karamele, çdo gjë me qetësi, derisa shfaqet Lisa dhe bën gjithmonë, shkatron balancat e qetësisë që ishte krijuar mes grupeve. Liza mendon se do të vendosi drejtësi, po futet në mes 2 bandave që të vendosi drejtësia, apo thjesht mbetet tek hakmarrja e një dashurie të dikushme? Nuk intereson fare drejtësia, don thjesht hakmarrja. Do të thonë është lënduar. E realizon në fund, e arrin qëllimin e saj? Deri tani, po. Deri tani ka futur në sherr gjithë dynjan aty, ka bërë lamsh. Deri tani ja ka arritur me shumë vendosshmëri. Në vazhdim, normalisht. Ti në jetën reale je hakmarrse? Jo. Do të sforcohesh për ta bërë këtë rol. Jo, aty po sforcohem shumë dhe nuk e di, kam dalur komplet nga vetja, por jo, nuk jam. Tani, sa bukur që në një punë tuajën, e cila është komplet ndryshe nga aktrimi, ju tashmë keni filluar një karrierë të re. Mendoni se do të shkëputeni nga puna që jeni duke bërë deri tani, për shkak të impenjimeve që t'ju marrin serialet e tjera të filmit? Atëherë, nga puna, absolutisht jo. Absolutisht jo, sepse real estate është, edhe po ta kërkosh në për statistika, është biznesi më fillimprurës në gjithë botën. Top 1, number 1. Ndërsa për pjesën e këtij pasionit të ri që ka lindur, që unë nuk e kam ditur kur, as e kam pas një ëndër sirtar që them e kam pas që fëmijë do bësh aktor, se kam pas kur, thjesht erdhi. Kjo realisht po na shijon shumë dhe do dëshironim, vazhdonim përveç të seriali dhe shumë gjëra të tjera, pse jo? Shumë prej të tjera. Që të dalin pak nga kjo korniza e krimit ose këtyre bandave, për shembull ata po diskutosha me Viole, mund të eksperimentojmë edhe një romancë, mund të eksperimentojmë edhe gjëra të tjera, më kupton? Si 2 personazhe flas gjithmonë. Në fakt unë ndryshe nga Marigleni, unë normalisht nuk e kam ashtu fare pjesën e aktrimit, nuk po kur isha më e vogël thoja sa bukur janë këto kur shifja këto filmat aksion, këto vajza që ishin kështu, domethënë shumë të forta, po edhe të dëshiruara shumë nga meshkujt. Po, dhe bënin skena aksion, kështu thoja sa do doja të isha si ato. Edhe po e ke parasysh me kohën, plus pastaj Shqipëria absolutisht, edhe sot e kësaj dite kur bën skena aksion, nuk i bën aq të forta, sepse kjo është, të jemi realist, më bëhet shumë qefi që së fundmi, Shqipëria po nxjerr filma
Dhe unë e kam thënë edhe më parë, unë çfarë do lloj filmi shqiptar që del në kinema, unë shkoj direkt e shoh, sepse kam shumë dëshirë të shoh që Shqipëria po ecën, dhe aktorët po vlerësohen, po rriten. Dhe e kishte humbur komplet atë, thoja jo, nuk do bëhet kur, por kur ma afruan, thash, e shikon, kur nuk është vonë ose ndodhin ca gjëra në jetë që me të vërtet që ti nuk i ke menduar që do ndodhin kur dhe ndodhin. Me siguri që do të jetë shumë sukses edhe në serialet e mëparshme, ndërkohë ngjarjet janë zhvilluar vetëm në Durrës apo janë përfshirë dhe qytetet e tjera për gjykimin e tyre? Aktualisht jemi vetëm në këto 2 lokacione. Ndërkohë një nga serit do jetë dhe sezon vere, sepse këtu kemi qenë në verë dhe kemi xhiruar si për dimër. Do ka qenë një lodhje ekstreme me temperaturat që kemi xhiruar këtë filmin. Ka qenë diku maj, qershor, korrik, kishin fillu temperaturat shumë nxehta dhe rrishin me kostum. Po, por nuk e nisnim dot direkt serinë e parë me kostume ose me veshje verore, kështu që tash do fillojmë të zhvishemi pak nga kjo suita e këto kostumet e errta dhe do fillojmë bëjmë pak diçka pak më verore, ta qetësojmë pak gjën, sepse direkt tu ishte shumë e tensionuar, luftë, dhunë, gjëra tash do shkrihen, do hapen personazhet, do merret vesh kush është Niku më mirë, do merret vesh Viola. Jeni duke lexuar dhe duke punuar me personazhin që vazhdon pra seriali pjesë të tjera? Po vazhdon seria 2, tash ti mbetet për tu parë se si do përfundoj realizimi, kur do përfundoj dhe kur do transmetohet dhe ku do transmetohet. Sepse normalisht kjo është realizuar dhe është menduar ideuar për tregun jashtë, konkretisht, është me një kompani kanadeze në fakt që e ka marrë si co-producer pjesën e filmit. Çdo gjë ka ecur mirë dhe tani vazhdojmë më tutje, nuk e di për publikun, a do kenë mundësi ta shohin serinë e dytë, do mbetet surprizë. Bukur. Unë juroj shumë suksese, edhe për faktin që keni marrë me kaq ambicie dhe me kaq pasion një punë të tillë që erdhi nga një pasion juaj për rrjetet sociale në fushën e real estate-it. Shumë suksese ju e së të mbar juve dhe gjithë kasës së aktorëve dhe regjisorit që ka realizuar Bet Drop në kinemat e Tiranës, por me gjasa edhe në Kosovë do të shkoj apo jo, edhe në rrethet tona. Shumë suksese, shkëputemi me 2 aktorë tanë të rinj për të rikthyer sërish në Rrezet Dielli.